Biseda e hapur e Albës mbi operacionin plastik në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, banorët shpesh ndajnë momente të sinqerta dhe të hapura, duke folur për jetën personale dhe vendimet që kanë marrë jashtë shtëpisë. Një nga këto momente u krijua kur Alba vendosi të flasë hapur për operacionin e saj plastik, gjatë një bisede të përbashkët me banorët që ishin të ulur pranë njëri tjetrit, duke krijuar një atmosferë intime dhe të ngrohtë. Alba nisi të rrëfente me qetësi dhe sinqeritet, e kam bërë operacionin plastik sepse ma kërkoi i dashuri im që kisha. Ai kishte disa preferenca dhe unë vendosa ta bëja për marrëdhënien tonë. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një rrëfim personal, por edhe një mënyrë për të ndarë një pjesë të jetës që shpesh nuk është e lehtë të flitet në publik. Banorët e tjerë dëgjonin me vëmendje, disa me kurreshtje, disa me habi, duke kuptuar se sa vendim i rëndësishëm ishte ky për Albën dhe se si ndikoi në marrëdhënien e saj. Ajo vazhdoi të tregonte se marrëdhënia nuk zgjati, tani nuk është më me mua. Shtoi ajo me një ton pak të trishtuar, duke treguar se vendimi, edhe pse i bërë me dashuri dhe për kushtim, nuk rezultoi siç pritej. Kjo e bëri rrëfimin edhe më të ndjeshëm dhe njerëzor, sepse tregoi një realitet që shumë njerëz përjetojnë, se jo çdo sakrificë ose vendim personal sjell gjithmonë rezultatin e dëshiruar. Banorët reaguan në mënyra të ndryshme. Disa e mbështetën Albën për sinqeritetin dhe guximin për të folur hapur, duke vlerësuar faktin që ajo nuk fsheu asgjë dhe nuk u ndje e turpëruar. Të tjerë u treguan më reflektues, duke diskutuar mbi presionet që marrëdhëniet mund të krijojnë dhe se si ndonjëherë vendimet personale ndërthuren me ndjenjat dhe kërkesat e partnerëve. Biseda, e zhvilluar në një ambient të qetë, ku të gjithë ishin të ulur pranë njëri tjetrit, nuk u kthye në debat apo konflikt, por në një moment reflektimi dhe mirëkuptimi. Banorët diskutuan mbi rëndësinë e vetbesimit, të qenit i sinqert.